është zhvilluar mbledhja asamblesë IPA Skodrini, DEG e IPA Albania, shoqata që përfaqëson Policinë Shqiptare në Organizatën Ndërkombëtare të Policisë, IPA, për të zgjedhur drejtuesin e saj të ri, duke zëvendësuar Edra Becin, e cila transferohet në Tiranë. Presidenti i IPA Albania, Skënder Doda, tha se IPA Skodrini është motori i kësaj shoqate në shkallë vendi, ndërsa, lidhur me promovimin e policisë shqiptare në botë, ai theksoi se mjafton, veç të tjerash, që në takimet ndërkombëtare të shkojmë me uniformën e policisë shqiptare, pasi kjo flet shumë. Kodra IPA Skodrini Region është zemra dhe motori i IPA-s Shqipërisë. Janë disa aktivitete që ne kemi zhvilluar në qytetin e Shkodrës dhe mbeten kulminante kongresi i IPA-s këtu në Shkodër dhe sidomos kampionati botëror i futbollit, në cili dhe Shqipëria doli kampion, por e kam thënë edhe në takimin që Bashkia dhe Sporti i Veriut e bën për IPA-n, që IPA Skodrini është modeli se si një shoqat e man misinë e fortë edhe ka rezultate. Kjo është shoqat me shumë influencë. Për fat ne kemi dhe gjatë që kur shkojmë në takimin ndërkombëtar marrim dhe uniformë me policisë shtetit. Asambleja u përshëndet edhe nga shefi i Komisariatit Policisë Shkodër, Bekim Lika, presidentja e shoqatës IPA për Malin e Zi, Biljana Dulović, si dhe nënkryetari i Bashkisë Shkodër, Alban Preka, i cili vlerësoi kontributin e kësaj shoqate për promovimin e vlerave të policisë. Theksoj se baza e kësaj organizate është miqësia, vlerave që bashkimi i vlerave të cilat kanë dhënë paraardhësit tuaj në polici, kontributin e tyre dhe kjo organizat kam përshtypjen që do i mbledh këto vlera, do i promovoj dhe do di t'i japim vlerën edhe atyre personave të cilat sot nuk shërbejnë më në policinë e shtetit. Në vijim, Asambleja zgjodhi me votim të fshehtë kryetar të IPA Skodrini, drejtorin e Policisë Bashkiake të Shkodrës, Sajmir Rustemin. Gjatë këtij aktiviteti, u shpërndan edhe certifikata mirënjohjeje për disa nga anëtarët e saj. IPA Skodrini bashkon në shoqat efektiv dhe ish efektiv të policisë nga 4 qarqet e Veriut, Shkodra, Lezhë, Kuksi dhe Dibra.